edhe pak nervoz dhe i stresum, kjo është shenjë mirë për qeverisjen aktuale. Jo, ma qysh me kohë nervoz kur pushtetin, qeveria kurti do t'jetë. Mifaili ka defekt profesional. Cili për vendin e dytë po lufton. Edhe pak nervoz dhe i stresum, kjo është shenjë mirë për qeverisjen aktuale. Jo, ma qysh me kohë nervoz kur pushtetin, qeveria kurti do t'jetë prap në ndalon. Ta shojmë aty vendos populli me 28 vjetor. Po i se cili për vendin e dytë po luftohet krejt. Une besoj që me gjithat në Kosovë ka pas një sistem me gjithat konsolidum, për kundër defekteve që ka pas në proces, ka qenë një sistem që ka funksionu mirë, dhe është fati keq që në periudhën e fundit edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, edhe punëtorët profesional, edhe policia, edhe shumë mekanizma që hynë kuadrat të sistemit drejtësisë, kanë qenë të ofendum, kanë qenë sulmum, shpesher kanë qenë edhe pa resurse, pa mbështetje financiare, dhe kjo ka ndodhur pikërisht këtë fazë. Unë besoj që me ardhin e qeverisë të kryeministrit Bedri Hamza, kjo kulturë e komunikimit me sistemin e drejtësisë do të ndryshojë.